Gur, bëhet mur. Ëndra e Erblinit ishte të bëj arkitekt. Në kohën e lirë i pëlqente të skiconte, të vizatonte, shtëpi, ura, objekte të ndryshme, por shpesh, kur diçka nuk dilte mirë mërzitej, sepse mendonte se nuk ishte shumë i talentuar për ta plotësuar këtë ëndër. Një ditë, mësuesja e teknologjisë u tha të përgatisnin një projekt, të ndërtoni një maketë shtëpie me materiale të riciklueshme. Erblini u gëzua shumë në fillim dhe ju fut punës me përkushtim. Punoi ditë pas dite. Por kur shihte se si po isnin punimet e shokëve dhe të shoqeve, filloi të ndjente pasiguri. Disa kishin ide të shkëlqyera, disa fantazi. Disa të tjerë punonin sakt, duke shfrytëzuar materiale nga më të ndryshmet. Ndërsa maketi i tij dukej fare i thjeshtë, me pak materiale dhe jo shumë funksional. Jo, nuk do t'ja dalë. Përshpëriti me së të ullët, tek po mundoi të ndryshonte disa detaje të maketit i tij. Gjyshi e pa të mërzitur ndaj e thiri që të shkonin te muri vjetër që rrethonte shtëpinë. Ai ishte një mur i lartë dhe i fortë. E sheh këtë mur birë? E pyeti gjyshi me atë zërin e tij të shtruar e të qetë. Po gjysh, shumë i vjetër se i fortë ky mur, pohoi Erblini. E kam ndërtuar vetë, kur kam qenë i ri. Ja, pak më i madh sa jeti tani, gur pas guri. Nuk u krit brenda një dite. Çdo gur kërkonte kohë, durim dhe mundsh. Gurët atëherë i merja larg, mata lumit. Mu desh shumë kohë që ta ngrija siç është sot. Shumë nga shokët e mi nuk patën besim te puna që kisha nisur, dhe shpesh më thoshnin se po lodhesha kot, se ai mur nuk do të ngrihej kaq i lartë sa është. Në fillim u mërzita dhe mendova se ishte një përpjekje e kot, por nuk hoqa dorë. Dhe ja, sot ky mur qëndron para nesh, madhështor dhe i fortë. Prandaj shpesh themi, gur bëhet mur. Erblini vështronte murin me vëmendje dhe bluante fjalët e mençura të gjyshit. U kthye në dhomë. Aty, ku mbi tavolinë ndodhej maketi i papërfunduar. Rifilloi punën dhe çdo ditë shtonte diçka të vogël në maketin e tij, një dritare, modelin e çatisë, ngjyra të ngrohta për detajet. Edhe nëse diçka nuk shkonte si duhej, i rikthei sërish. Pas një jave, maketi i tij përfundoi. Ishte i punuar me kujdes deri në detajet më të vogla. Kur erdhi dita e prezantimit, mësuesja e përgëzoi për punën që kishte realizuar. Maketi i Erblin është ndër më të bukurit. Këmbgulja jote u kthye në sukses. Fal saj, ti dhe shokët e tu do të arrini larg. Erblini e kuptoi se suksesi nuk vjen menjëherë. Ai ndërtohet si një mur, gur pas guri, përpjekje pas përpjekjeje, ditë pas dite. Që nga ajo ditë, sa herë që has vështirësi, ai kujton fjalët e mençura dhe punën e gjyshit të tij dhe shpesh thot: gur bëhet mur. Muri dhe fjala që lidhet me të fituan për jetësi.